3 vjet më parë, duke zbatuar urdhra politik në formë të organizuar, rreth 500 zyrtar policor nga komuniteti serb në veri zhveshën uniformat me flamurin e shtetit të Kosovës. Menjëherë, për të mos lejuar vakum, ishin angazhuar zyrtar policor shqiptar dhe të komuniteteve tjera, por edhe serb nga komunat tjera që u risistemuan në Mitrovisë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Pasi tha se numri i përgjithshëm i policëve të angazhuar në këtë pjesë të vendit është pothuajse i njëjtë me atë të paradorëheqjeve, në një përgjigje për TV Dukagjini, policia tregoi se vetëm në veri, përmes konkurseve të rregullta, janë punësuar rreth 150 zyrtar të rinj nga komuniteti serb. Por numri i serbëve që u bën pjesë e policisë në tërë Kosovën pas nëntorit 2022 është më i madh. Që prej dorëheqjeve kolektive të policëve serb në veri të Kosovës në nëntor të vitit 2022, 208 policë kadet të rinj nga komuniteti serb janë bashkuar policisë të Kosovës. Koloneli në pension Refki Morina tha se dorëheqjet ishin politike dhe të parevokueshme, ndërkaq shpjegoi se rregullativa nuk lejon kthimin e askujt dhe se punësimi në policinë e Kosovës mund të bëhet vetëm nëpërmjet konkursit, duke verifikuar të kaluarën penale. Dhe më parë do thotë kanë punësu njerëz edhe të rojeve të ugrës në policinë e Kosovës, por ata kanë në një mënyrë se tjetër më shumë kanë punuar për Serbinë se sa për shtetin e Kosovës. Prandaj një gjë e tillë nuk mund të ndodhë në policinë e Kosovës, për arsye se është konkurs i rregullt. Në konkursin e rregullt kanë drejt të paraqiten të gjitha nacionalitetet, shqiptar, serb, rom, të gjitha nacionalitetet që jetojnë në Kosovë. Edhe pse Serbia mund të përpiqet të përdorë marrëveshjen e ratifikuar në Kuvend më 2013 për integrimin e strukturave paralele, eksperti Drizan Shala tha se për të mos lejuar ndikime nga jashtë, nuk duhet lejuar kthimin e ish-zyrtarëve. Ne do duhet të analizojmë mangësitë e asaj marrëveshje, do duhet që ta atakojmë në formën juridike, por t'ja pamundësuar që këto strukturë të cilat kishin dhënë dorëheqje dhe kishin sabotuar institucionet e Republikës së Kosovës, mos të kenë fare mundësi të rikthehen në sistemin e sigurisë në Republikën e Kosovës. Shpallet konkurs i ri duke inkorporuar qytetarë të ri të komunitetit serb në kuadër të strukturave të sigurisë për të minimizuar mundësinë e influencimit, mundësinë e sabotazhit dhe mundësinë e spionazhit brenda strukturave të sigurisë në Republikën e Kosovës. Ish policët dhe ish zyrtar tjerë shtetëror nga komuniteti serb ishin dorëhequr në bashkëndrim me listën serbe, e cila kishte tërhequr kryetaret nga radhët e saj në 4 komunat në veri, duke thënë se vendimi për largim nga institucionet do të zbatohet deri në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.